të saj. Me këtë rast, ajo çka duhet të informoj të gjithë ju, është se ky proces u zhvillua në moton e ripërtritjes së Partisë Demokratike. Dhe ju them me kënaqësi, jo vetëm të ripërtritjes në kuptimin e numrave, por edhe të proporcioneve deficitare, do të thosha, në këtë parti. Kështu, sot në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, 60% përbëjnë të rit dhe gratë. Dhe ky është një proporcionim shumë i rëndësishëm për ne, sepse patëm trashëguar një deformim nga i cili u ndam përfundimisht. 2/3 e kryesisë së zgjedhur të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë si kundër 3 nënkryetarë të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë nga 14 sekretarë, vetëm 3 janë të rizgjedhur. Pra, mund të informoj se ky është procesi më i thellë i ripërtritjes Partisë Demokratike pas themelimit të saj. Por nga ana tjetër, janë vendosur proporcione të domosdoshme të përfaqësimit në këtë parti.